Alarm për shëndetin publik për shkak të rritjes së konsumit të ushqimeve ultra të përdorura. Sipas 3 artikujve të botuar në The Lancet, rritja globale e konsumimit të ushqimeve ultra të përpunuara UPF është një kërcënim për shëndetin publik. Ajo po zëvendëson ushqimet dhe vaktet e freskëta minimalisht të përpunuara, duke degraduar cilësinë e dietës dhe duke shoqëruar me një rrezik në rritje të shumë sëmundjeve kronike. UPF janë produkte komerciale të bëra me përbërës të lirë industrial, siç janë vajrat e hidrogenizuara dhe aditiv ushqimor, siç janë ngjyrusit, ëmbëlsuesit artificial dhe emulsifikuesit. Artikulli i parë i Lancet shqyrton provat shkencore mbi UPF-t dhe shëndetin dhe paraqet të dhëna që tregojnë se UPF-t zvoglojnë modelet e vendosura dietike, përkeqësojnë cilësinë e dietës dhe shoqërohen me një rrezik në rritje të shumë sëmundjeve kronike që lidhen me dietën. Sipas të dhënave nga një anketë kombëtare, kontributi i vlerësuar i produkteve ushqimore pluhur UPF në blerje totale të ushqimit familjar ose në marrjen ditore është trefishuar në Spanjë nga 11% në 32% dhe Kinë nga 4% në 10% gjatë 3 dekadave të fundit dhe është rritur nga 10% në 23% në Meksik dhe Brazil gjatë 4 dekadave të fundit. Në Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar është rritur pak gjatë 20 viteve të fundit, duke ruajtur nivele mbi 50%. Një dietë e pasur me UPF është vërejtur të shoqërohet me ngrënie të tepër, cilësi të dobët të dietës, konsumimi i tepërt i sheqernave dhe yndyrnave të pashëndetshme, marrja e pamjaftueshme fibrave dhe proteinave dhe ekspozim në rritje ndaj kimikateve dhe aditivëve të dëmshëm. Për më tepër, një rishikim sistematik i 104 studimeve afatgjata zbuloi se 92 prej tyre raportuan një rrezik në rritje të një ose më shumë sëmundjeve kronike me meta-analiza që tregojnë lidhje të rëndësishme për 12 gjendje, duke përfshirë obezitetin, diabetin e tipit 2, sëmundjet kardiovaskulare, depresionin dhe vdekshmërinë e parakohshme nga të gjitha shkaqet. Autorët pranojnë megjithatë se mungesa e studimeve klinike dhe komunitare afatgjata përfaqëson një nevojë të rëndësishme për kërkime të ardhshme, ashtu si edhe identifikimi i nëngrupeve ushqimore me vlera të ndryshme ushqyese. Artikulli i dytë përshkruan nevojën për politika specifike për të plotësuar legjislacionin aktual për të rregulluar dhe zvogëluar prodhimin, promovimin dhe konsumimin e UPF-ve në mënyrë që kompanitë e mëdha të mbahen përgjegjëse për rolin e tyre në promovimin e dietave të pashëndetshme. Ndër të tjera, ata rekomandojnë kufizime më të rrepta të marketingut, veçanërisht për reklamimin tek fëmijët, një ndalim të ushqimeve ultra të përpunuara në institucione publike si shkolla dhe spitalet dhe kufizime në shitjen e tyre dhe hapësirën që ato zënë në raftet e supermarketëve. Ata e nxjerrin në pa programin kombëtar të ushqimit në shkolla të Brazilit si për shembull të suksesshëm, i cili ka eliminuar shumicën e UPF-ve dhe do të kërkojë që 90% e ushqimeve të jenë të freskëta ose të përpunuara minimalisht deri në vitin 2026. Së fundmi, artikulli i 3 thekson se shumë komshet jo zgjedhjet individuale porisin rritjen e UPF-ve dhe se një përgjigje globale shëndetësore ndaj kësaj sfide është urgjente dhe e arritshme. Me shitje vjetore globale prej 1.9 trilion dollarësh, UPF-t janë sektori ushqimor më fitimprurës. Autorët theksojnë se kompanitë UPF përdorin përbërës të lirë dhe metoda industriale për të ulur kosto të kombinuara me marketing agresiv, dizajn të rreqës dhe për të rritur konsumin me presion politik.